Mirdita, dhe mirë se vini në informimin javor të domave specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykat dhe mundësim për të bërë pyetje. Në çështjen e Hashim Thaçit, Katri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, lidhur me pretendimet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, trupi gjykues më 16 mars urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Kadri Veselit, pasi konstatoi se ekzistonte ende rreziku që zoti Veseli të pengonte ecërin e procesit apo të kryente vepra të tjera penale. Trupi gjykues rikonfirmoi konstatimin e vet se emrat dhe të dhënat personale të disa dëshmitarëve të cënueshëm ishin nxjerrë për mbrojtjen dhe pavarësisht fazës në të cilët ndodhet procesi gjyqësor, lirimi i një të akuzuar që ka informacion të ndjeshëm nuk do të kontribuonte mbrojtjes efektive të dëshmitarëve. Në këtë aspekt, trupi gjykues rikujtoi konstatimin e vet se rreziku i ndërhyrjes që paraburgimi synon ta parandalojë përfshin edhe përpjekjet për t'u hakmarrë ndaj dëshmitarëve apo për t'i nxitur dëshmitarët që kanë dhënë dëshmi ta tërheqin ato. Donë se vlerësoj se aktualisht mundësia për ndërhyrje është e kufizuar, për shkak se kohët e fundit prokuroria ka mbyllur paraqitjen e provave të saj edhe në procesin gjyqësor paralel, trupi gjykues rikujtoi atmosferën e vazhdueshme të frikësimit dhe ndërhyrjes ndaj dëshmitarëve në proceset penale kundërishtë anëtarëve të UÇK-s në Kosovë, që nuk mund të mënjanohet vetëm me masat mbrojtëse. Trupi gjykues rikonfirmoi gjithashtu konstatimin se vetëm nëpërmjet kornizës për monitorimin e komunikimeve që përdoret në objektin e paraburgimit të DS-s, komunikimet e zotit Veseli mund të kufizohen në një mënyrë që zvogëlon mjaftueshëm rreziqet e pengimit të procesit. Trupi gjykues pranoi se zoti Veseli ka një kohë të konsiderueshme që është në paraburgim dhe ishte i vetëdijshëm lidhur me nevojën për të garantuar që procesi të vijojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Më 13 mars, gjykatësi vetëm caktoi disa fate në çështjen gjyqësore kundër Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kelajt, Kadil Vazliu dhe Hayredin Kuçit, lidhur me pretendime për ndihmë e dëshmitarëve. Në qoftë se ekipet e mbrojtjes synojnë të dorëzojnë kërkesë për rrëzimin e një ose të gjitha akuzave në këtë çështje gjyqësore, gjykatësi vetëm i urdhëroi që ta bëjnë këtë deri më 23 mars. Prokuroria duhet të dorëzojë përgjigjen ndaj këtij mocioni deri më 25 mars. Gjykatësi i vetëm synon të lëshojë vendim mbi këto mocione, nëse do të ketë, deri më 27 mars. Në varësi të vendimit mbi mocionin, dhe në rast se ekipet e mbrojtjes vendosin të paraqisin prova, ata urdhërohen të dorëzojnë informacionin lidhur me paraqitjen e provave, përfshirë listat e dëshmitarëve të tyre, informacion mbi dëshmitë përkatëse, prova të tjera që synojnë të paraqesin, si dhe një parashikim për kohëzgjatjen e paraqitjes së provave të tyre, deri më 27 mars. Dhënia e informacionit shtesë dhe nxjerrja e materialeve mund të bëhet deri më 1. Mocionet e mundshme të mbrojtjes për pranimin e provave materiale duhet të dorëzohen deri më 2 prill 2026. Konferenca përgatitore për mbrojtjen do të mbahet në javën e 30 marsit 2026. Deklaratat hyrëse të mbrojtjes, nëse do të ketë, do të mbahen më 7 prill, pas të cilave do të fillojnë dëshmitë e të gjithë dëshmitarëve të mbrojtjes nga 7 deri më 24 prill 2026. Hashim Thaçi, Fadil Fazliu dhe Hayredin Kuçi ende nuk kanë mbajtur deklaratat e tyre hyrëse dhe mund të vendosin ta bëjnë këtë në fillim të paraqitjes së provave prej mbrojtjes. Më 12 mars, gjykatësi i vetëm rrëzoi kërkesën e mbrojtjes së Smakajt për të redaktuar disa pjesë të transkripteve dhe përkthimeve të 2 audio-incizimeve të vizitave të zotit Smakaj dhe zotit Thaçi. Pjesët që mbrojtja e Smakajt kërkoi të redaktoheshin ishin ato ku ishte shtuar identiteti i folësit, toni i zërit, apo përshkrimi i zhurmave jo verbale, si lëvizjet apo veprimet. Gjykatësi i vetëm vlerësoi si tashmë vendimi për pranimin në provat e transkripteve dhe përkthimeve përkatëse të 2 audio-incizimeve në tërësinë e tyre tashmë ishte marrë. Sidoqoftë,
Gjykatësi vetëm rikujtoi se ishte pranuar që atribuimi prej prokurorisë i identiteteve të folësve dhe përshkrimit të tonit të folësve apo të zhurmave jo verbale që dëgjohen në audio incizim nuk kanë vlerë provuese dhe këtyre atribuimeve apo përshkrimeve nuk do t'u jepet peshë. Për rrjedhjoj, gjykatësi vetëm konstatoi se mbrojtja e Smakajt nuk ka demonstruar gabim arsyetimi në vendimin e mëparshëm dhe as nuk ka demonstruar se rishqyrtimi i tij është i nevojshëm për të shmangur padrejtësinë. Më 16 janar, gjykatësi vetëm miratoi pjesërisht kërkesën e mbrojtjes së Thatchit për të hequr ndalimin e vizitave jo të privilegjuara të 11 personave të zoti Thatchi në objektin e paraburgimit. Gjykatësi vetëm hoqi ndalimin e vizitave në lidhje vetëm me një person dhe urdhëroi vijimin e ndalimit të vizitave të zotit Thatchi për 10 personat e tjerë. Gjykatësi vetëm rikujtoi se këto masa u morën mbi bazën e konstatimit gjyqësor për ekzistencën e dyshimit të bazuar mirë se 11 personat pretendohej se kishin kryer shkelje që rrezikuan sigurinë e dëshmitarëve në një proces penal. Gjykatësi vetëm vlerësoi se kufizimet nuk prekin vizitat familjare dhe numri i tyre është i kufizuar, pasi kanë të bëjnë vetëm me 10 persona. Por rrjedhoi, gjykatësi vetëm konstatoi se kufizimet nuk cënojnë të drejtën e zotit Thatchi për respektim të jetës familjare. Gjykatësi vetëm është i vetëdijshëm se rreziku që informacioni i ndjeshëm lidhur me dëshmitarët të bëhet publik ekziston edhe pas dhënies së dëshmisë prej dëshmitarëve, pasi shumë prej tyre kanë masa mbrojtëse dhe identitetet e tyre nuk duhet të bëhen asnjëherë të ditura për publikun. Për rrjedhoj, gjykatësi vetëm konstatoi se masat e mbetura ishin të domosdoshme dhe proporcionale. Sidoqoftë ai konfirmoi se ky vendim do të jetë në fuqi për aq kohë sa është i domosdoshëm dhe proporcional dhe njoftoi se rishikimi vijues i kushteve të paraburgimit të zotit Thatchi do të bëhet pas mbylljes së paraqitjes së provave në këtë çështje gjyqësore apo me kërkesë për rishikim nga mbrojtja e Thatchit në ndërkohë. Vendimi u bë publik më 16 mars dhe mund të gjendet në faqen e internetit të dhomave të specializuara. Së fundi dëshiroj t'ju informoj se javën e ardhshme, në 26 mars, informimi javor i dhomave të specializuara do të bëhet në orën 9:30 të mëngjesit. Më pas, transkripti dhe incizimi do të jenë të disponueshëm në faqen e internetit.